Aktoria Melike Ipekjalova ka lindur më 29 prill të vitit 1984 në Stamboll. Ajo ishte vajza e Yüksel Yalova, ish ministri i shtetit, dhe Ayşen Yalova, një farmaciste pasionuar. Edhe pse babai ishte një figurë publike, ai i qëndroi afër me dashuri. Edhe pse Melike thotë se kalonin pak kohë të përbashkët, ajo gjithmonë ndjej pranë tij. Ajo nuk ishte si pjesa tjetër e fëmijëve që shikonin filma vizatimor. Ajo preferonte programe debate politike që transmetoheshin në televizion. Gjatë arsimit fillor, teatri ishte një ndër fushat që e të roqën më shumë, çka parapriu pasionin e saj për aktrimin. Mediat përcaktojnë se ajo ka pasur një fëmijëri të qetë dhe të lumtur në një familje të lidhur ngushtë dhe të bashkuar. Melike kreu edukimin fillor dhe të mesëm në Stamboll, përpara se të vazhdonte studimet universitare në Bilkent, në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe më pas master në La Sapienza Rom, ku studioi për politikë ndërkombëtare dhe menaxhim krizash. Kur ishte rreth 3-4 vjeçe, Melike shprehet se ka kaluar shumë kohë në Aiden, duke formuar kujtime të bukura tek gjyshja e saj. Ajo madje ka thënë se Aiden demek, babanet demek tir, që për te do të thotë, Aiden është tek gjyshja. Këto momente të hershme të jetës së saj kanë ndikuar në vetdijen për familjen dhe rrenjët e saj. Debutimi i parë i Melike Ipekjalova në aktrim ndodhi në vitin 2011, në serialin historik Sultani i Madhërisëm. Si personazhi një princeshe spanjolle, ajo luajti një figurë të fuqishme, fisnike dhe të huaj, që bie në duart e perandorisë osmane. Ky rol kërkonte një prani të fortë dhe një lojë të ndjeshme emocionale. Dhe megjithse ishte debutimi i saj i parë, Melike u vlerësua për interpretimin bindës dhe qëndrimin elegant. Talenti i saj si aktore u zbulua rastësisht nga producentja Nermin Eroghlu gjatë një dreke në një restorant, kur Melike ishte fare pa eksperiencë në aktrim. Megjithatë, ajo la mbresa të thella dhe u ftua menjëherë në audicion për rolin. Ajo nuk kishte ndonjë shkollim specifik për aktrim deri atëherë, ishte diplomuar për marrëdhënie ndërkombëtare dhe kishte bërë master në Itali për menaxhimin e krizave politike. Kështu që, nga një vajzë me prindër politikan dhe edukim ndërkombëtar, Melike hyri në botën e televizionit në mënyrë të papritur dhe mbresillense. Në vitin 2012, ajo luajti në serialin e njohur Karadai. Melike Ipekjalova interpretoi personazhin e Ayten, një nga figurat më të ndërlikuara dhe simbolike të serialit. Ayten është vajza e fëmijëve të Mahir Karadai dhe është dashuria e tij e parë. Ajo përfaqëson atë çfarë është e njohur dhe e sigurt dhe e afërt, në kontrast me botën e padrejtësive dhe dramës që shpërthen më vonë në serial. Ajo përfaqëson një vajzë që ëndërron një jetë ndryshe, dëshiron të bëhet aktore, të dalë nga kufit e lagjes dhe të jetoj më shumë se sa thjesht të martohet me Mahirin. Ky tension mes dashurisë dhe ambicjes e bën karakterin e saj tragjik dhe njerëzor. Gjatë zhvillimit të serialit, Ayten bëhet pjesë e disa burimeve të diskutueshme, përfshirë bashkëpunimin me figurat e errta. Ajo bëhet një simbol i asaj që ndodh kur ëndrat përplasen me realitetin brutal. Ayten gjykohet ashpër nga shoqëria dhe nga publiku për zgjedhjet e saj. Melike solli një ndjeshmëri të rrallë dhe një dramë të brendshme që bëri Aytenin një nga personazhet më të përfolur të serialit. Ajo nuk ishte as heroin e as antagoniste, por një vajzë e zakonshme e gjetur në rrethana të jashtëzakonshme. Në vitin 2019, prodhuesit e serialit Tokë e Hidhur zgjodhën për t'i dhënë jetë personazhit Myzhgan, pasi ajo kishte fituar reputacionin e saj në seriale si Sultani i Madhërisëm dhe Karadai. Kjo nuk u bazua në një zbulim aksidental, por në bazë të përvojës së mëparshme dhe aftësive dramatike që tregoi në projektet e kaluara. Roli i saj, pra Myzhgan, ishte një doktoreshe fortë, e kthjellët dhe idealiste, e cila qëndronte përgjegjëse në spitalin e Adanas. Në serial, ajo martohet me Yelmaz Akaya dhe rrjedhimisht lidhet edhe me familjen Fekeli, që sjell ndryshime të forta dinamike në ngjarje. Personazhi i saj përfaqëson profesionist modern, të cilët përballen me dilema etike
dhe ndjenja të ndërlikuara midis dashurisë dhe përgjegjësisë. Martesa me Yılmaz solli tension në familjet e tyre për shkak të traditave dhe mashtrimeve, duke vendosur myzhgan përballë konflikteve të thella brenda dhe jashtë saj. Ajo përfundon në një flirt dhe lidhje komplekse, kur Yılmaz vdes dhe më pas krijon një marrëdhënie të ndërlikuar me Fikret Fekeli. Në fillim të vitit 2021, në episodin e 97, u njoftua largimi i saj nga protagonisti, si pjesë e zhvillimit të ngjarjeve të planifikuara për karakterin. Për rolin e myzhgan, ajo përmend se ekipet e stilistëve dhe kostumografëve vinin shpesh për detaje realistike, nga veshja e mjekes tek sjelljet e profesioneve spitalor. Skenat në spital u bën në ambientet reale, çka solli sfida si rrëmuj, bashkëpunim me pacientët real dhe kohë rimëkëmbje me skenave të tensionuara. Bashkëpunimi mes pacientëve dhe aktorëve krijuan një terren emocionalisht intens. Shpesh kishin nevojë për pushime për të mbajtur energjinë. Kimia midis kolegëve, sidomos me Furkan Palali, pra Fikret, thuhet se kishte një lidhje të fortë profesionale që ndikonte drejt për drejt në autenticitetin e skenave të dramës. Në çaste të vështira emocionale, aktorët shpesh e prishnin dramën me shaka të papritura. Melike thotë se kjo e ndihmonte të relaksohej dhe të rikthente natyrshmërinë në lojë. Aktoria ka qenë në një martesë publike me Altuk Gültan, një producent dhe skenarist. Çifti u martuan në vitin 2019 në një ceremoni të thjeshtë dhe elegante. Martesa e tyre zgjati rreth 2 vite dhe në vitin 2021 çifti u divorcua në mënyrë miqësore. Të dyja palët nuk dhanë shumë komente publike për ndarjen, përveç faktit që ajo ndodhi pa konflikte të mëdha apo skandale mediatike. Në një intervistë pas divorcit, ajo tha: "Kur mbaron diçka që ka qenë e bukur, nuk do të thotë që është një dështim." Megjithse ndarja ishte pa zhurmë, publiku e ndjehu dhe u diskutua gjerësisht në rrjete dhe forume. Në portale përmenden emra të tjerë, përfshirë si Nana Akçil, një kompozitor i njohur turk. Nuk ka prova të forta apo konfirmime publike për lidhje romantike, por emri i tij lidhet shpesh në histori të thashethemeve rreth jetës së saj sentimentale. Disa burime në rrjetet sociale përmendin edhe emra të tjerë si Furkan Palali, me të cilin ka punuar profesionalisht, por nuk ka konfirmim për atë çka është përfolur. Pas ndarjes, ajo ka preferuar të ruajë një distancë nga mediat për jetën sentimentale, duke e mbajtur atë më tepër për vete se për konsum publik. Ka theksuar rëndësinë e ruajtjes në vlera personale, qartësi emocionale dhe pavarësi, duke konsideruar interesin për karrierë dhe rritje personale prioritare pas ndarjes. Faleminderit që qëndruat me ne. Shihemi në materialin e radhës.